Agjencia Kombëtare e Turizmit për herë të parë përmes platformës TEA që bashkon jetën turistike, kulturore dhe artistike të vendit ka organizuar çmimet TEA 2026. 7 kategori kryesore vlerësuan qytetet më aktive në organizimin e festivaleve, eventeve sportive, teatrore dhe aktiviteteve kulturore, ndërsa u shpërblyen edhe eventet më të klikuara nga përdoruesit, si dhe hotelet, restorantet dhe agroturizmat më të vizituara në platformë. Festivali Aulona Folk Internacional ishte ndër të vlerësuarit me këtë çmim. Drejtuesi i këtij festivali, Semen Gjokoli, gjatë një interviste për Blu Televizion, vlerëson eventin dhe mënyrën e organizimit, ndërsa sipas tij, festivali Aulona Folk Internacional ka arritur tashmë standardet për të merituar një çmim të tillë. Është edicioni i parë që organizohet nga Agjencia Kombëtare e Turizmit në funksion të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve. Është një festival i cili i ndau disa çmime në bazë të fushave të ndryshme, siç ishte fusha e festivaleve folklorike, festave, qendrave muzeale, e qyteteve më të vizituara e tjera, dhe që ishte organizuar në një mënyrë befasuese në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Ishin pjesëmarrës gjithë trupi diplomatik i akredituar në Shqipëri, ishin kryetar bashkisë ku ishin fitues të çmimeve të ndryshme, dhe që këtu ishte i nominuar edhe Aulona Interfolk Festival, i cili rezultoi të fitojë çmimin e parë. E prisnit ju këtë vlerësim? Në fakt, unë di që kemi bërë gjithmonë më të mirën e mundshme për ta organizuar këtë festival. Është një festival që ka arritur standarde të larta, sepse një festival ka disa standarde që të quhet i tillë, sepse ndryshe nga shumë aktivitete folklorike që ndodhin në qytete ndryshme të vendit, ky festival i akomodon grupet rreth 4 net dhe 4 ditë. Ata jetojnë këtu, ata marrin frym nga frymëmarrja e qytetit, ata njohin vende, njohin histori, njohin asete turistike, përveç se ata bëhen pjesë pastaj e të gjitha agjendës folklorike që nga sheshet kryesore të qytetit, nga rrugët, nga trotuaret edhe deri në skenë. Çmimi TEA 2026 sipas Gjokolit nxjerr në pa nivelin dhe përmasat e festivalit, që në 18 edicione ka sjellë në qytetin bregdetar 5.000 festivalistë nga 139 shtete të botës. Unë dua të ndaj këtë me vizionin e këtij festivali, me ata që e ideuan, me stafin e festivalit, me bashkinë e qytetit, pa të cilin ky festival nuk do të mund të realizohej në këto përmasa, me Ministrinë e Kulturës, pse jo, dhe me të gjitha të operatorë turistik që sadopak kanë kontribuar apo kanë krijuar ofertat posaçme që festivalistët të akomodohen dhe të provojnë kulinarinë e këtij qyteti. Duhet ta themi që për 18 edicione, ky festival ka sjellë në Vlorë rreth 5.000 festivalistë nga 125 asamble nga e gjithë bota dhe nga 39 shtete të Evropës, po edhe të botës. Ky edicion sidomos është i veçantë sepse krahas Evropës, krahas edhe Azis, mbasi në vitin 2018 këtu kishim një asambël nga Kina. Këtë vit ai u zgjerua në gjeografi duke sjell një asambël nga Amerika Latine dhe një tjetër nga Afrika, që ishin edhe grupe me mjaft atraksion. Më shumë se vlerësim, TEA 2026, sipas drejtorit Aulona Folk Festival, është një përgjegjësi më shumë dhe mirënjohje për publikun vlonjat. Unë nuk do të lija këtu pa përmendur edhe jam mirënjohës qytetarisë vlonjate, e cila çdo vit më shumë e ka ndjekur këtë festival, është bërë pjesë shpirtërore e tillë dhe ndaj ky festival ka edhe sukses, sepse ai është futur në shpirtin e vlonjatëve dhe po bën më të mirën e mundshme për qytetarët, për imazhin turistik të Vlorës dhe mbi të gjitha për një krenari
turisti kombëtare. Ky çmim është jo thjesht vlerësim, po është edhe një përgjegjësi edhe obligim për më tej, mbasi për herë të parë aplikacioni TEA, sepse ky është një çmim që jepet nga publiku, po jo thjesht nga publiku shqiptar, jepet dhe nga ai ndërkombëtar përmes rrjeteve sociale, përmes pëlqimeve, përmes komenteve, përmes të gjithë asaj botës, po them unë, të imazhit që ky festival e ka krijuar. Dhe pse jo, unë do të thoshja që Bashkia e Vlorës tashmë ka një aset më shumë në kuptimin e një realizimi me një nivel të lartë të një aktiviteti folklorik. I gjithë festivali është në dispozicion të Bashkisë Vlorës. Ndërkohë edhe Bashkia Vlorë nderua me çmimin TEA 2026 për qyteti evropian i sportit për vitin 2024. Ceremonia TEA Awards synon të kthehet në një traditë të përvitshme për promovimin e turizmit gjithvjetor dhe promovimin e Shqipërisë përmes teknologjisë dhe të dhënave digjitale.